Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të mendojmë në këtë moment për personin tuaj të zemrës. Pra, mendoni në këtë moment, fokusoheni mendimin tek personi juaj i zemrës. Çfarë mesazhesh do na japin tarot në këtë moment për personin tuaj? Pra fokusoheni te kjo video që do na vi në këtë moment. Është një person shumë i sinqert. Gjashta e kupave tregon që personi juaj i zemrës është një person shumë i sinqert me ju. I dashur, i pastër në këtë marrëdhënie. Juve ju shikon si kjo mbretëreshe shkopimve, një femër intelekte, një femër të dashur, një femër të mbushur plot me dashuri, të pastër, të sinqert, që ju fal dhe ju dashuri, pas një lloj kompromisi, pas një lloj interesi. Dyshi i kupave më tregon që ju së shpejti do të keni një takim shumë të mirë, shumë serioz. Personi juaj është si ky komandant i shpatës, një person që ka komandë dhe fuqi, është një mashkull magjik. Është një mashkull magjik që i ka të gjitha, një mashkull human, një mashkull që është human, që di të ndihmojë njerëzit në nevojë, po dhe ashtu i kthehet në anën tjetër karma. Një lajm i befasishëm, i papritur, transformues, vjen në jetën tuaj shumë shpejt. Ky person ka shumë mendime pozitive dhe ri i menduar që t'i bëj realitet. Ka luftuar fort për të ndryshuar dhe lufton fort për të marrë ato gjëra që ai do, atë pasuri, atë pronë, atë trashëgimi që ai do. Lufton fort sepse shpeshherë mërzitet te kjo pjesë e bollokut. Por kur të shikon ty dhe gjërat i shkojnë barë me ty, gjithçka ai e ndryshon në moment. Është një person shumë pozitiv. Dhjeta e kupave më tregon që ju të dy bashk, kjo është lezet e ardhmes, në këto ilber kupash, jeni të dy me krah hapur shumë falenderus universit për këtë mrekulli, për këtë hasë mrekulshëm, për këtë shtëpi paqësore, për këtë vend magjik që ju ka sjellë ai në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo energji, me kë gërm të alfabetit, dhe pastaj do shohim dhe shenjat e horoskopit. Me gërmën N, me gërmën G, me gërmën M, H, Y, R, Zh, D, gërmën T, C, N, gërmën I, Dhe, gërmën G, A, P dhe gërmën Z. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Demin, Gjëreshën, Shigjetarin, me Ujorin, me Gaforen, me Peshoren, me Dashin, Luanin dhe Peshqit. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe, like, thank you, një zemër poshtë videos për t'ju sjell energji pozitive dhe video sa më të bukura. Shumë faleminderit.